Majmë rastin Italisë kur ra ura. Ministri nuk kishte absolutisht asnjë lloj lidhje se sa ishte bërë ministri. Ura kishte 100 vjet që ishte ndërtu. Megjithatë, në momentin që ura ra, ministri dha tërheqjen. Më gjeni këtu kush ka dhënë tërheqjen. Dhe pastaj më thuaj mua është Republikë Prokurorësh. Kjo është i tur i politikës shqiptare, këtyre para politikëve që nuk e njohin politikën. Po këta duan të mbrohen me imunitetin dhe me mandatin e deputetit. Atë mandat që ta më dolet e mandati i deputetit tek arsyetimi 4 nga anëtarët theksoni që edhe për pezullimin Spaku, pra gjykata, duhet t'i drejtohet kuvendit, ashtu sikur për heqjen e imunitetit. Tani mund të shërbej kjo si indicie që tani si nga këtu ato ndryshimet edhe një herë të kushtetut ose reformës drejtësi, pra si pretekst? Jo, sepse pikërisht ky ishte themi idiotësia e gjykatës kushtetuese. Nuk ka lidhje mandati i deputetit me pezullimin që i bëri prokuroria. Prokuroria i bëri pezullim për akuzë dhe mandati i deputetit që të heqësh imunitetin, se mandati se heq dot, por imunitetin e deputetit duhet i drejtohesh kuvendit. Në momentin që ti i drejtohesh kuvendit për imunitet, ashtu siç ka bërë Spaku, që ka dërguar një shkresë tjetër, një kërkesë tjetër për imunitetin, për lejen të dhënë nga kuvendi, për të marrë një leje nga kuvendi për të bërë arrestimin e Ballukut. Janë dy gjëra komplet të kundërta. U mundua Rama ta fusin në një thes. Pra, edhe pezullimin, edhe lejen për kuvendi për arrestimin e Ballukut e furtit në një thes. Dhe i qyti të dyja bashkë, që nuk kanë lidhje njëra me tjetër. Prandaj ngul këmbë tek ajo që them turp gjykatës kushtetuese. Sepse nesër kuvendi, Komisioni i Mandateve dhe Imunitetit është i detyruar të mlidhet dhe të marrë vendim. Por ky vendim që merr Komisioni i Mandatit nuk ka lidhje me vendimin që ka marrë gjykata. Gjykata ka marrë vendim vetëm për vendimin e gjykatës. Po megjithatë duhet ta pranojmë zoti Merkoçi që nëse do kishte fituar, pra do ishte votuar pro kërkesës së Ramës në kushtetuese, ndoshta nuk doja hiqi mandatin këtej. Pra do kishte një argument më shumë. Dgjoj. Mënyra se si e interpreton është pastaj bëhet si dush. Po logjika juridike, sepse ka një problem, ka ligj, ka hapësirë dhe ligji nuk është taksativ. Vendimi i gjykatës kushtetuese është taksativ. Ligji nuk është taksativ. Ligji mund ta interpretosh, mund ta bësh si të duash. Brenda kornizës së ligjit mund të ketë interpretime të ndryshme. Edhe në gjykatë kur shkohet, neni vërtet thot nga 3 deri në 5 vjet. Po nuk është e thënë që ty duhet ta dënosh 5 vjet. Më kupto drejt. Pra ka interpretim. Por që të ngatabrosh një vendim, sepse aty është Rama ka ankimuar jo vendimin e Spakut. Rama ka ankimuar vendimin e GKK-s. Do me thënë, në gjykatë kushtetuese nuk ka vajt vendimi i Spakut. Në gjykatë kushtetuese ka vajt vendimi i gjykatës të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nuk ka vajt vendimi i Spakut, se vendimi i Spakut për kërkesën e Spakut që pra, nuk ka kërkesë e Spakut. Ndërsa në kuvend ka vajt kërkesë e Spakut. Pra, nuk ka lidhje gjykata kushtetuese me kuvendin. Gjykata kushtetuese interpretoi dhe mori në shqyrtim vendimin e gjykatës të shkallës parë. Pra, nuk mori në shqyrtim vendimin se çfarë vendimi ka marrë prokuroria. Jo. Kishte vetëm vendimin e gjykatës. Ndërsa kuvendi merr në shqyrtim kërkesën e prokurorisë. Pra, janë dy gjëra diametralisht kundër. Dhe këta u munduan ta fusin në një thes. Sikur është i njëjti gjë, nuk është e njëjta gjë. Dhe gjykata kushtetuese këtu gaboi. Në interpretimin e saj, po këtu jo se gabuan.
Jo t'jeni bindur, ata nuk ka buar. Ishte me jurist konstitucionalist të cilët e njohin kushtetutën, të cilët dinë ta interpretojnë kushtetutën, të cilët shkojnë në kornizat e kushtetutës. Po këta janë gjyqtarë të cilët ju e shumë mirë se si u formua ajo gjykat. U formu me miq, me Soros mrena, me çdo gjë. Pra ju po thoni që ata që e bën drejtësinë vajtën krye për dhënë vendimin brëm. Por zoti Merkoçi, tek ajo që nuk duket, tek pjesa që edhe që flitet në media që ka pas edhe presion ndërkombëtar për ta shpëtuar SPAK-un në këtë rast që mos ishte përballë një humbje në gjykatën kushtetuese. Pra, si është luajtur në mendoni që ka pas ndikim nga jashtë? Ndikimi më i madh ka qenë ndikimi i Ramës. Presioni që ka bërë Rama. Jo vetëm Rama, por edhe ministra e Ramës. Edhe ajo që nuk di a e dini apo jo, po do të dini një gjë që të pestë antarët e gjykatës kushtetuese, të cilët morën vendimin e pezullimit, të gjithë janë me dosjen SPAK, janë në hetim. Antarët e gjykatës kushtetuese? Të gjithë kanë marrë. Dgjoj, nuk mund marrë gjykata një vendim të tillë, është absurde. Është absurde. Tashi, nëse dilkan këta persona tash as nuk kanë shkem ndonjëherë në det gjykatës dhe këta mbrojnë kushtetutën. Është e turshëm. Po ky tregoj nivelin e ulët që kemi ne në drejtësi. Niveli ulët dhe vazhdojmë akoma me atë partinë shtet. Pra vendos partia, kërko partia dhe gjykata duhet vendosi. Kjo është që ekziston në Shqipëri. Jo ajo Republika Prokurorëve. Por kur partia vendos, dhe këtë e tregun shumë mirë ata gjyqtarë, me atë vendim që morën. Pra ju thoni që vendosi partia me presion të Ramës, por tani si do luaj Rama, sa i thot jam 2-3 hapa para, kush është skenari tani në vazhdim? Skenari Ramës në vazhdim është do presi që vendimi gjykatës kushtetuese të botohet në fletore zyrtare, do thot derisa të botohet në fletore zyrtare. Një e para, e dyta Rama mendon. Dhe ka shpresa më të mëdha, unë kam thënë, Rama luan me mandatin me imunitetin deputet. Çka do të thotë që mendon se do të ketë 71 votat pro vetes, pra kundër SPAK-ut, kundër kërkesës SPAK-ut. Gjë që unë kam thënë edhe prapë them, Rama vërtet ka 83 mandate, por Rama nuk i ka 71 vota në parlament për të mbrojtur Belinda Ballukun. Pra ju thoni që të heqim ata deputetët e Firit me pakta dhe... Jo, nuk heq asnjë, unë po them vetëm kaq, nuk guxojnë ata ta bëjnë, nuk do guxojnë ata ta bëjnë këtë vendim. E para që është votimi i hapur. Dhe vota atyre duket. Se në heqjen e imunitetit bëhet votimi i hapur, nuk bëhet votimi i fshehtë. Kështu që të gjithë janë të deklaruar në vendimin e tyre. Kështu që nuk besoj se ata do të marrin këtë lloj guximi për ta bërë. Atëherë do kemi precedent këtu për herë të parë. Atë që se patëm kushtetuese do ta kemi këtu që nuk do lejohet autorizimi.